ne, në dalim nga çdo forcë politike tjetër në historinë politike të Europës pluraliste, jemi një forcë ndaj të cilës në mënyrën më të padrejtë u ndërmorën aktet më brutale, përpjekjet më të turpshme për shkatërimin e saj në projektin Shqipëria pa opozit, përpjekjet më kriminale për përçarjen e coptimin e saj në projektet Shqipëria pa opozit. Izolimin më të thellë, forcën politike më propredimore në historinë e kombit. Megjithatë ne triumfuam, jo se kishim fuqi mbi njerëzore, jo se ishim më të fortë se ata që kërkonin na fshinin nga faqja e dheut, por se mbronin të vërteta të përjetshme të njeriu të qytetruar, të kombit, të qytetit, të familjes, të vendit. Ato të vërteta ne nuk i lëshuam. Ato të vërteta ne nuk i tradhtuam. Ato të vërteta, në ato të vërteta ne u ngritëm absolutisht si Feniksi nga hiri në zenit. Ku jemi? Nga forca politike më izoluar në histori, forca politike më mbështetur në histori. Kauzat që mbrojtëm ne, në izolim, në përpjekje të paimagjinueshme për ta coptuar, u sankcionuan në 7 rezoluta nga të gjitha forcat politike si motrat planetit. Kauzat që mbrojtëm ne u sankcionuan në këto rezoluta. U sankcionuan se ky vend, se Edi Rama, përdor institucionet për të shtypur pluralizmin, për të arrestuar kundërshtarët politik. Këto rezoluta të gjitha forcave politike ndërkombëtare sankcionojnë se Edi Rama ka përqendruar të gjitha pushtetet në duart e veta si një diktator. Këto rezoluta në mirënjohje ndaj nesh sankcionojnë dhe pa u zhvilluar zgjedhjet e fundit, se Shqipëria s'do ketë zgjedhje për farsë elektorale. Këto rezoluta sankcionuan se Shqipëria është një narkoshtet ku ligji e bën krimi dhe droga. Dhe s'fundi, jo vetëm rrezik për shqiptarët, por rrezik për Europën. Dhe s'fundi, i dëgjoni ju tani sirenat e alarmit që bien nga Washingtoni për korrupsionin e qeverisë Edi Ramës dhe lidhjet e saj me drogën dhe krimin. Ne triumfuam. Miqtë e mi, ne jo vetëm që nuk u zhdukëm, por ne mbrojtëm lirit, dignitetin, kauzën e çdo shqiptari.